Shumë për ty. Jemi në Këtë tani. Dhe Tinxhan. Si majmuni. Erë. Si ai. Çfarë këta më? Përpara se të shkojmë tek important news, tek lajmet pa të cilët njerëzit nuk bëjnë dot, duhet të themi Eurocold Service RUT, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, janë të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi. Ata garantojnë energji kudo. Prej 35 vitesh Eurocold Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Direkt tek important important news. Përpara important news ka qarkulluar kohëve të fundit, e ke parë Mateo, besoj ka qarkulluar një se nga këto formatet Big Brother sigurisht ndikohen shumë njerëz jashtë saj. Ka qarkulluar një replikë online. Shaka qarkullu. Po ta them unë. Një replikë online, një acarimi i një krahinë të caktuar për shkak të disa komenteve që një banore e Big Brother kishte bërë për sa i përket Besës Mirditës, kupton? Edhe me të drejtën e tyre, Mirditor Dragon, sepse nuk mund të identifikosh një krahinë të tërë për shkak të eksperiencës personale. Ne shqiptarët e bëjmë gjithmonë këtë gjë dhe mbase një nga tmetat më të mëdha që kemi ne shqiptarët tërësisht, jemi krahinist. Jemi krahinist jashtëzakonisht shumë. Megjithatë, kam një shkrim që e kishte bërë një miku im, Gert Vlashi nga Mirdita, dhe është një histori që tregohet brez pas brezi në Mirdit. Në bjeshk të Oroshit, thot, djali i ndres çokut kishte lëshu gjanë e gjallë për kullot. Ai binte fyllit dhe krijonte bukurinë natyrore të vendlindjes. Pushkën e kishte mbështetur në një listë të motshëm, krejt pa menduar se çfarë përgjonte pas drizave e shkurreve. Pra papritur, nga shkurret dalin 3 hajna, hajdut, të armatosur që i sulen tufës. I riu ndje i papërgatitur, por i vendosur për të ruajtur mallin e vet dhe bukën e robëve. Pa baza, që se është dhe me duhet ta bëj dhe theksin gegnor dhe kam të vështirë. Ku isha more që të thash? Pa baza, tërhoqi pushkën, zuri pozicion pas një guri dhe u thiri. Kushdo qofshi, mos bani gabim me prek në tufën time. Për një moment traheshtje, pastaj u dëgjua një krismë pushke. Agresorët gjuajtën në ajër për ta trembur. Djali në anën tjetër u përgjigj po me pushkë. Disa bashkëshatarë të djalit që ishin pak minuta më larg në mal, pasi dëgjuan krismat, u nisën me të shpejt. Ndërkohë, gjatë shkëmbimit të zjarrit, një plumbe merr në ball çobanin. Hajnat, duke parë bashkëshatarët e çobanit që po afroheshin me të shpejt të armatosur, nga frika e kundërpërgjigjes për djalin e vrar, u ndan dhe u munduan të iknin nga syt këmbët, do të thënë me shpejtësi. 2 nga ata hynë në pyll, ndërsa tjetri, Bashai, Doraci, që kishte vrarë çobanin, u dha këmbëve për nga fshati. Fshatarët ishin afruar shumë, gati për ta kapur avrar. Ai u zungusht, ishte kapur ose i vrar po të vazhdonte. Instinktivisht vendosi të kërkonte Bes në shtëpinë e parë që do të haste. Fryma po ju merte, këmbët po e tradhonin. Zemra dridhej nga frika e hakmarrjes, pasi kishte vrarë një njerëz të pafajshëm. Kur gjithçka i dukej terr, gjendet në oborrin e një kulle. Oj zoti i shtëpisë. Në derë del një plak i mbajtur nga ato burrat e zakonit që nuk i kanë munguar kurrë malësisë. Hajde foli plaku. Po mund ndjekin me më vra, në dorë tane e të Zotit. Mi jep bes, foli vrasësi, gjithë frikë e përullësi. Qofsh në besën time, foli gjithë fisnikëri plaku. Ndërkohë fshatarët që po e ndiqnin u afruan oborrit të kullës e u shtangën kur pan vrasësin me plakun. U zu një heshtje prej varri. Dëgjoni burra, qa do që të ketë ba ky njeri, sot është në besën time. Kush ndes pushk në të, ka ndes pushk në shtëpinë e çokut. Theu heshtjen me vendosmërinë e besës së dhën plaku. Përsëri heshtje. Po ai pa burr ka vrarë djalin tënd or ndrec çoku. Foli me gjysmë zëri një nga burrat e fshatit. Plaku u dridh, u nxi në fytyrë, por e kontrolloi veten. Boll bare rand, më pas ka rarë burra, por kjo nuk e ndryshon asgjë në besën që kam dhanë. Foli dhe pastaj ju drejtua vrasësit. Ti më ke vrarë djalin, e më ke gjakun borxh. Por më ke kërku edhe besë e unë ta kam dhënë. E malet tona nuk e shkelin besën e dhanë. Sonte je mik tek unë, nesër do t'i them 2 fjalë. Gdhiu mëngjesi, askush nuk ishte fjetur, as mortja nuk ishte hapur. Para kullës ishin mbledhur gjithë burrat e fshatit. Doli edhe ndrec çoku bashkë me vrasësin e të birit. Ke 30 ditë 3 nga njerëzit e mi do të përcjellin deri në kufi të barakut ton, siç e lyp zakoni e Besa.
Pas 30 ditësh mbyllu mrena se do të vras. Vetëm këto fjalë foli Ndreca. Vrasësi u shoqërua nga njerëz të besuar e të armatosur deri në kufi të Bajrakut. Në kullën e çokut u hapën dyert për mort dhe për t'i dhënë nderimet e fundit djalit të vrarë. Pas një muaji ndres çoku dhe njerëzit e tij vrasin Doracin. Kështu marrin gjakun e djalit, por respektojnë sigurisht edhe besën e dhënë. Për këtë rast është folur Brezi sigurisht me shumë respekt në malsinë e Mirditës dhe jo vetëm. Dhe në fakt është interesante, Mateo, shumë histori e bukur, mua më fakti që është treguar brez pas brezi jo detyrimisht mund ta bëj të vërtet, edhe pse dyshoj se mund të mos ketë pasur historitë ngjashme në Mirdit ose në të gjithë malsinë e Shqipërisë, por edhe sikur mos ishte e vërtet tregon pak a shumë se sa e vlerësojnë si krahin mirditorët dhe po edhe më gjerë se aq besën. Sigurisht pastaj e kemi thënë më së miri në shqiptarët pyll pa derra. Nuk ka kushtet e vështira ekonomike mund të bëjnë që të ketë oportunizëm, që mund të ketë njerëz që gabojnë, por megjithatë të identifikosh për mendimin tim, sidomos publikisht një krahin të tërë, duke thënë janë të pabes ose janë të besës, atëherë nëse mirditorët janë të pabes, llaf e ka që se është e bukur Mateo, kupton? Më thuaj cila krahin nuk shan krahinën tjetër për pabesi dhe për burrelsit shajnë Dibranët shajnë burrelsit. Shkodranët shajnë lezhjanët shajnë shkodranët. Beraci shajnë fierakët shajnë beracit, vlonjati shajnë gjithë dhe vlonjat nuk guxon njëri të shajnë. Nejse. Ne kemi këtë krajnoren edhe është qesharake domethënë. Një vend kaq i vogël me shumë karakteristika sa të ndryshme por dhe të ngjashme, por siç e nisi ti në fillim ta thuash që sidomos ditët e sotme nuk është shumë aktuale, nuk është as pak. Po jemi krahinis akoma Mateo, jemi shumë krahinis. Që ti jesh, domethënë, sidomos një gocë ose i çun 20 e ca vjeç, thotë që kjo krahin, ky grup njerëzish ose Po, është e vështirë ta bësh. Është ndoshta pjesë e natyrës njerëzore për të bërë analiza duke i vendosur si thua një personi tipare se nga stereotipizime. Po. Është mekanizëm mbijetese në gjitha kulturat dhe nuk është se e bëjnë vetëm shqiptarët. Shqipëria është shumë e vogël ama dhe përgjithsisht kur vjen nga personazhe që kanë një influencë publike, është mirë që të jenë të kujdesshëm në të shi, se nuk ka rob më të keqinj se çamët nuk ka. Ke përsi të bësh. Miqt më të mirë që kam unë personalisht për shembull janë çam. Personalisht. Dhe mendoj se nuk janë tiranësit? Nuk janë çam të Tiranës, më që jetojnë në Tiranë.